i Fondit Monetar Ndërkombëtar, raport e saj vjetore për Ballkanin. Është shkruar zeza në të bardhë. Shqipëria i vetmi vend në rajon i cili bëri ballë krizës botërore vitit 2008. Për kujtesë të shqiptarët që na ndjejnë, kriza botërore zgjati nga 2008 deri në 2014. Quaj zyrtarisht e mbyllur. Të gjithë vendet e Ballkanit shkuan në negativitet, pra në recesion. Shqipëria ruajti 1% rritje ekonomike. Ishte sukses i madh. Kur të tërë tjerë shkojnë brapa, të tjerë shkojnë brapa, ti nuk hece, siç hece vitit 2008, 2009, 2010, me 7, me 8 apo me 6% rritje ekonomike, por ama hapa brapa nuk bëre. Dhe kjo ishte meritë e qeverisë Partisë Demokratike. Për sa i përket raportit bilancit, bilanci tregtar nuk është 1,9 të vitit 2013, ka qenë 1,3,8. Dhe kjo është përsëritje zyrtare. Po, është vërtet sot është me 1,2,7, pra ka një përmirësim. Po problematika qëndron tu zotri, që ky përmirësim ty të ka ardhur fiktivisht për faktin e shvlerësimit të euros. Bëjeni pak llogarit. Dhe shqiptarët i ftoj të bëjnë llogarit. Ke një euro që është 40% e zhvlerësuar sot. Ke një euro zotri sot, e cila kur vjen ai emigranti dhe i sjell prindit vet 100 euro, bëj llogarit, bëj mos qesh, po bëj llogarit. Lej qeshje, të zgërdhini. Se zgërdhini me varfrinë e shqiptarëve. Mos u zgërdhini me varfrinë e shqiptarëve. Mos u zgërdhini me falimentin e biznesit. Do keni gjithkohën tuaj. Merr kohën, merr letër lafzë dhe bëj llogarit. Në vitin 2013, kur i sillte i punësuar në Itali, i sillte 100 euro prindërve këtu, ishin 140.000 lekë vjetra. Me çmimet e vitit 2013. Sot i ke çmimet 2 herë më të larta, dhe ai 100 euro që nga ne blen 98.000 lekë. A është gjë e mirë fuqizimi i monedhës kombëtare? Patjetër që po, në rast se fuqizimi, monedhës kombëtare do vinë nga fuqizimi i ekonomisë. Po ekonomia shqiptare këto vite nuk është që ka performuar, më zotëri. Ka një rritje ekonomike për 3.7%, e cila mbahet në këmbë vetëm nga një sektor pothuajse, që është sektori i ndërtimit. Dhe i kontributor nga ky turizmi amator, po shqyrë zoti që është dhe ky turizëm, që kemi në Shqipëri. Ktu sikur të vendoset një moratorium ndërtimësh, ekonomia shqiptare shkon në recesion praktikisht. Pa ti ke një ekonomi të paqëndrueshme, pa baza, se nuk mbahet ekonomia nga ndërtimi. Moratoriumi që përtoi Elion Veliaj. Por sikur të vinë një qeverisë dhe thotë, do kemi moratorium ndërtimësh për 12 muaj, sepse këtu është bërë batërdi. E dini se shkon ekonomia shqiptare, shkon negativitet. Sepse mbahet buxheti i shtetit, po dhe buxheti vendor, po dhe ekonomia praktikisht e zgarizuar nga vet i stati, i statistikave, shprehet qartë dhe thjesht që ekonomia shqiptare po mbahet në këmbë nga sektori i ndërtimit. A ka nevojë për ndërtime? Patjetër që ka nevojë për ndërtime. Por nuk mund të jetë ky modeli ekonomisë. Modeli ekonomisë është bazuar në prodhim, zotëri. Sepse kemi fatkeqësinë sot në shqiptarët. Kemi tokë pjellore, por ama kur vjen puna do tryezën ton, çdo 5 produkte të tryezën time, të tjenit, tënde, Flavio kështu me radhë, nga çdo 5 produkte, dhe kjo është përsëri statistikë zyrtare, 4 janë mballra importi. Në vërtet. Çdo do thotë që neve pim qumshin nga Serbia, konsumojmë patatën nga Kosova, konsumojmë fruta perimet, mollën, portokallën e marrim nga Maqedonia e Veriut, konsumojmë djathtin grek, dhe vetëm bukën bëjmë këtu në Shqipëri. Me miell. Dhe vajin ullirit. Me miell. Me miell, i cili vjen nga Ukraina apo nga Serbia apo kështu me radhë. Pra kjo është fatkeqësi. Dhe neve një ekonomi që ose duam ta zhvillojmë zotëri, nuk e zhvillojmë dot as brenda një jave, as brenda një muaji, dhe as brenda një viti. Se ekonomia zhvillohet me vite të tëra. Por ama ne sot nuk kemi model ekonomik. Ne nuk kemi konkurrencë sot. Pungon konkurrenca e lirë dhe ndershme. Dhe këto janë bazat që do të rrisin dhe produktivitetin e fuqisë punëtore, të cilat më pas të sjellin ty edhe surplus, pra plus, rritje edhe të sipërmarrjes. Dhe një punëtor më i kualifikuar, që prodhon më tepër, një sipërmarrje që prodhon më tepër, janë ata që fitojnë më tepër. Dhe në fund fare, kur fiton individi, pra familja, kur fiton dhe sipërmarrja, ka fituar edhe shteti, dhe shteti e mbush arkën e vet.